Territori i Kosovës për datën 19 qershor 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët në pjesën më të madhe të ditës me vranësira kalimtare në orët e pasdites. Nuk përjashtohet ndonjë rreshje e izoluar në zonat kodrinore lindore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 2 deri 6 metra për sekond nga drejtimi veriperëndimor verilindor. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 14 deri në 30 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë. Pej, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prishtinë, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 31 gradë. Malishev, 14 deri në 30 gradë. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 14 deri në 30 gradë. Kaçanik, 14 deri në 30 gradë. Suharek, 15 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius.